Dashi. Sot do të ndiheni më të qetë emocionalisht dhe kjo do t'ju ndihmojë të përballoni sfidat e përditshme. Në aspektin e dashurisë, është momenti i duhur për të biseduar hapur me partnerin për çështjet që ju mundojnë. Në punë mund të hasni disa pengesa të vogla, por mos u shqetësoni, sepse do t'i kaloni me zgjuarsi. Financat mund të kërkojnë pak më shumë vëmendje, ndaj është mirë të planifikoni shpenzimet me kujdes. Kujdesuni për shëndetin tuaj emocional duke bërë aktivitete që ju relaksojnë. Një shëtitje e vogël në natyrë mund të bëjë mrekulli për humorin tuaj. Mos harroni të dëgjoni trupin tuaj dhe të bëni pushimet e nevojshme kur ndiheni të lodhur. Demi. Ditë e favorshme për të forcuar lidhjet emocionale dhe për të krijuar momente të veçanta me të dashurin. Në punë do të përballeni me sfida që kërkojnë zgjidhje kreative, por mos u shqetësoni, sepse do të keni mbështetjen e kolegëve. Financat mund të kërkojnë pak më shumë kujdes, sidomos nëse planifikoni të bëni investime të mëdha. Është e rëndësishme të mbani një balancë mes të ardhurave dhe shpenzimeve. Gjendja juaj emocionale do të jetë e qëndrueshme, por është mirë të gjeni kohë për reflektim dhe për t'u çlodhur. Shmangni konflikte të vogla që mund të ndikojnë në humorin tuaj. Kujdesuni për veten dhe mos harroni rëndësinë e pushimit të mjaftueshëm. Binjakët. Sot mund të ndiheni të emocionuar dhe të frymëzuar nga një ide e re që ju ka ardhur së fundmi. Në dashuri, është koha e duhur për t'u treguar të sinqert me partnerin tuaj dhe për të adresuar çdo keqkuptim. Në punë do të keni mundësi për të treguar aftësitë tuaja dhe për të bërë një hap përpara në karrierë. Financat tuaja janë në ekuilibër, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme për momentin. Nga ana emocionale, përpiquni të gjeni kohë për veten dhe të relaksoheni për të shmangur stresin. Një shëtitje e shkurtër në natyrë mund t'ju ndihmojë të rifitoni energjinë e humbur. Mbani mend të qëndroni të fokusuar dhe të mos ju shpërqendrojnë detajet e vogla. Daforia. Sot mund të ndiheni paksa të tensionuar në marrëdhëniet personale. Është e rëndësishme të dëgjoni me vëmendje partnerin dhe të shmangni debatet e panevojshme. Në punë do të keni mundësinë të tregoni aftësitë tuaja dhe të impresiononi eprorët. Mund të vijë një mundësi e re që kërkon vendime të shpejta. Në aspektin financiar, bëni kujdes me shpenzimet e tepërta dhe planifikoni me kujdes buxhetin. Gjendja emocionale mund të jetë paksa e paqëndrueshme, prandaj është mirë të gjeni kohë për relaksim dhe reflektim. Një shëtitje e shkurtër ose një aktivitet që ju pëlqen mund t'ju ndihmojë të rigjeni qetësinë. Sot është dita për të menduar për të ardhmen dhe për të ndjekur rrugët që ju sjellin lumturi. Luani. Ditë e mbushur me energji pozitive që mund të reflektohet në marrëdhëniet tuaja personale. Në dashuri mund të ndjeni një afrim të veçantë me partnerin. Për ata që janë beqar, mund të shfaqet një mundësi e re për njohje interesante. Në aspektin profesional, qëndroni të fokusuar dhe përpiquni të mos shpërqendroheni nga detajet e vogla. Financat duken të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet impulsive. Mendoni 2 herë para se të bëni investime të mëdha. Emocionalisht mund të ndjeni një luajtje të lehtë në humor, por mos u shqetësoni, është kalimtare. Merrni kohë për të reflektuar dhe relaksuar mendjen. Një shëtitje e shkurtër në natyrë mund të jetë shumë e dobishme për ju. Kujdesuni për veten dhe mos harroni të dëgjoni nevojat tuaja. Virgjëresha. Sot mund të ndiheni pak të ngarkuar emocionalisht, por kjo është një mundësi e mirë për të reflektuar dhe për të marrë vendime të rëndësishme. Në aspektin e dashurisë, është koha për të dëgjuar më shumë partnerin dhe për të treguar më shumë ndjeshmëri. Në punë, mos u nxitoni me vendime të mëdha, por përpiquni të qëndroni të fokusuar. Mund të hasni disa sfida në aspektin financiar, prandaj është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme. Gjeni pak kohë për veten dhe për të relaksuar mendjen tuaj. Një ecje në natyrë ose një aktivitet i vogël relaksues do t'ju bëjë mirë. Kujdesuni për veten dhe mos harroni se gjërat e vogla mund të sjellin gëzim të madh. Peshorja. Dita e sotme sjell energji pozitive dhe mundësi për të përmirësuar marrëdhëniet personale. Në aspektin e dashurisë, është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat dhe për të krijuar lidhje më të thella me partnerin. Në punë mund të përballeni me sfida të vogla, por me qetësi dhe përqendrim, gjithçka do të zgjidhet në favorin tuaj. Financat kërkojnë vëmendje dhe është e këshillueshme të shmangni shpenzimet e panevojshme. Gjendja emocionale është e qëndrueshme, por është mirë të gjeni kohë për relaksim dhe aktivitete që ju sjellin kënaqësi. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund t'ju ndihmojnë të rifitoni ekuilibrin. Kujdesuni për veten dhe mos harroni të qëndroni pozitiv. Arkripi. Sot është një ditë e mirë për të reflektuar mbi marrëdhëniet personale. Në dashuri mund të ndiheni më të afërt me partnerin tuaj, por kujdes nga keqkuptimet e vogla.
Në punë, energjia juaj është e lartë dhe kjo mund t'ju ndihmojë të përfundoni projekte të rëndësishme. Financat duken të qëndrueshme, por është e rëndësishme të mos bëni shpenzime të panevojshme. Në aspektin emocional, ndjeni nevojën për të qenë pranë njerëzve që ju kuptojnë dhe mbështesin. Për të përmirësuar gjendjen tuaj shpirtërore, merrni pak kohë për veten dhe relaksohuni. Një shëtitje në natyrë mund të jetë shumë e dobishme për ju sot. Mos harroni të qëndroni pozitiv dhe të shijoni momentet e vogla të ditës. Shigjëtari. Sot mund të ndjeni një nevojë të theksuar për të balancuar jetën personale dhe profesionale. Në aspektin e dashurisë, një bisedë e sinqertë me partnerin mund të zgjidhë disa mosmarrëveshje të vogla. Në punë, përqendrohuni tek detajet për të përfunduar projekte të rëndësishme. Financat mund të kërkojnë një rishikim të kujdesshëm, ndaj shmangni shpenzimet e panevojshme. Nëse ndiheni të lodhur emocionalisht, gjeni pak kohë për veten, qoftë edhe një shëtitje e shkurtër në natyrë mund të bëjë mrekulli. Kujdesuni për shëndetin mendor dhe mos e lini stresin t'ju pushtoj. Merrni frymë thellë dhe gjeni momentet e vogla që ju sjellin gëzim. Dëgjoni intuitën tuaj, ajo mund t'ju udhëheqë në drejtimin e duhur. Britsjabi. Dita e sotme mund të sjellë disa sfida të vogla në aspektin profesional. Është e rëndësishme të qëndroni të fokusuar dhe të mos lejoni që shqetësimet e vogla t'ju largojnë nga qëllimet tuaja. Në dashuri, një bisedë e sinqertë me partnerin mund të ndihmojë në zgjedhjen e ndonjë keqkuptimi të fundit. Financat tuaja mund të kërkojnë një vëmendje të veçantë. Kujdesuni për shpenzimet impulsive dhe mendoni mirë para se të bëni blerje të mëdha. Energjia juaj emocionale mund të jetë pak e ulët, prandaj gjeni kohë për veten dhe relaksimin tuaj. Një shëtitje e shkurtër ose një moment qetësie mund të bëjë mrekulli për humorin tuaj. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor dhe fizik. Ujori. Në këtë ditë do të ndiheni më të lidhur me emocionet tuaja, duke kërkuar harmoni në marrëdhëniet personale. Në punë, një projekt i ri mund të kërkojë vëmendjen tuaj të plotë, prandaj është e rëndësishme të qëndroni të përqendruar. Financat mund të paraqesin disa sfida të vogla, por me planifikim të mirë, gjithçka do të shkojë në rrugën e duhur. Merrni kohë për të reflektuar mbi qëllimet tuaja afatgjata dhe për të bërë ndryshime të vogla që mund të kenë ndikim të madh në të ardhmen. Kujdesuni për shëndetin emocional duke kaluar kohë me njerëzit e dashur dhe duke u angazhuar në aktivitete që ju sjellin gëzim. Kjo është një ditë e përshtatshme për të bërë një bilanc të vogël dhe për të vlerësuar arritjet tuaja deri tani. Peshqit. Sot do të ndiheni më të afërt me partnerin tuaj, pasi komunikimi do të jetë i qartë dhe i ngrohtë. Në punë, mund të përballeni me disa sfida që kërkojnë durim dhe vendosmëri. Kjo është dita e duhur për të treguar aftësitë tuaja dhe për të marrë vendime të rëndësishme. Financat do të jenë të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme. Përqendrohuni në ruajtjen e ekuilibrit dhe planifikoni me kujdes për të ardhmen. Gjendja emocionale do të jetë e qëndrueshme, por është e rëndësishme të gjeni kohë për relaksim dhe për të medituar. Merrni frymë thellë dhe mos lejoni që streset e vogla të ndikojnë në humorin tuaj. Kujdesuni për veten dhe shijoni momentet e vogla të lumturisë.